Kryeministri Sali Berisha është ndalur në njësinë 1 dhe 11 në kryeqytet, ku bisedoi me banorët në lidhje me shqetësimet e tyre. Kreu i PD-s në këtë takim nuk kurseu batutat ndaj kundërshtarit të tij politik Edi Rama, ndërsa shtoi se ata e kanë braktisur për shkak të alternativës së tij të rëndë të rritjes së taksave. E kanë e braktisur pasi ka paraqit alternativën më të rëndë me rritje taksash për vendin, tani ka gjetë një alternativë të re. Thot, malshoti thot se e lodh dhe të vjullit shplodhur, dhe unë kam tezën time. Ne do vazhdojmë të lodhemi, do lodhemi çdo ditë sepse njeriu punëtor do lodhet. Ai që ka normal të bëj punë, ai ka kënaqësi lodhjen, ka pjesë të jetës tij. Ti rrin ku ti, rrin autobus dhe vazhdo. Në njësinë 11 në Tiranë, Berisha e cilësoi Ramën se vuan nga kompleksi i braktisjes së njerëzve, për shkak se në 11 vite në krye të bashkisë i braktisi ata. Kryeministri premtoi se në mandatin e ardhshëm do ta shndërrojë Shqipërinë në perlën e turizmit dhe lider në prodhimin e energjisë elektrike, sektor këta që sipas tij do të krijojnë mira fronte të reja pune. Ne do të dyfishojmë turizmin dhe do rrisim ndjeshëm punësimin industrinë turistike. Shqipëria dhe lider në energji në rajon do të jetë ëndra që së bashku do të bëjmë të vërtet në të 4 anë të vendi 10 qindra hidrocentrale në të cilat krijohen 10 mijëra vende pune. Do të punësojnë 10 mijëra shqiptarë. Po ashtu, shefi i qeverisë premtoi se marrja e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian do të arrihet brenda këtij viti dhe drejt Shqipërisë do të vërshojnë edhe grantet prej BE-s dhe investimeve prej vendeve përbërëse të saj.